LSDM sot ka akuzuar ministrin e punëve të brendshme Pançet Toshkovski se u ka dhënë tender në shuma të mëdha të parave kompanive të cilat nuk i kanë plotësuar kriteret bazë. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska thot se kontrata me vlerë në miliona u janë dhënë kompanive pas një kapacitet, pas një përvojë të mëparshme relevante dhe madje pas një histori të prokurimit publik. Ajo theksoi se disa prej atyre kompanive janë hapur 20 ditë para shpalljes së tenderit. Kompania Le Brand Design nga Manastiri, një studio mode me të ardhura mesatare vjetore prej mezi 20.000 eurosh dhe vetëm 2 të punësuar ka fituar një tender prej mbi 2 milion eurosh për qepjen e uniformave speciale të policisë. Deri dje 2 punonjës qepnin fustane. Sot këta 2 punonjës duhet të bëjnë veshje për një sit speciale. Kush është naiv këtu? Kompania Pamitex Team është regjistruar vetëm 20 ditë para shpalljes së tenderit, pa faqe interneti, pa histori prokurimi, pa transparencë. Ja se si një kompani fiton një tender prej 1.710.000 eurosh. Kuzeska thot se LSDM kërkon procedurë urgjente nga zyra e prokurorit publik për dyshime për keqpërdorim të detyrës zyrtare, manipulim të tenderëve dhe pastrim të mundshëm parash. LSDM kërkon anulim të tenderit skandalos, hapjen e një procedure të re, transparente dhe me kritere objektive. Ky është korrupsion sistemik që duhet të hetohet plotësisht. Qytetarët nuk meritojnë krim, por drejtësi, tha Kuzeska.